Dhe se një dhe i vetmi Albin Kurti si lider, po ajo është një njeri që i ka ardhur me zgjedh një president, po që nuk mundet me zgjedh vetë, pa anën tjetër të dush me bo. A duhet të tërhiqet krejtësisht nga jo të tërhiqet nga bisedimet, po të tërhiqet në sensin asaj që të mos ketë kandidatura të propozuara zyrtare nga lëvizja vetëvendosje për t'u partive opozitare të japin emrat e tyre e më pas ata veç t'i japin në shkrimet mirë që t'ecet tutje. Po 30 në shkrimet dhe 30 janë dhumë. Pa i tërhik ata deputet s'ka president. Po një më konë 2 vene të lira për ta, 2 ati kanë morë. Ta shka kena me bo me tjera të vota. Ata do të më tërhik njëherë që me pranu që e kam pas gabim, se glau ko një sa nuk shkan, e tani me folë. Nëse si e kënë dorë, i bjen s'ki vend bëhaj që të nështë ta bëhet. Kjo është hajgare. Kjo është hajgare me shtetësim. Nga lëvizja vetëvendosje kishte deklaratat të tilla që partitë opozitare, në këtë rast PDK-LDK, nuk dhanë emra konkret. Partia në pushtet e ka një njeri që nesh, edhe këta tjertë janë 2, 3, 4, 5, pa emna, për më falë, pa fotografi, pa ftyra, pa personalitet, pa karakter që ashtu i ka paraqit. I keni fjallën për listën e shka thot lista është veç altoparlant çka thot ai. Nuk ka diçka më shumë. S'ki nevojë që mingu. Se veç nga këto se ngon ishe titujt edhe den agjendën e partisë. Pra, ata do të me thonë diçka. Gjithë kanë me thonë diçka. Se me qenë se zbojnë punë kështu, do të me kallzu çka thot lideri. Sa e ke pa nuk i kanë as fukshat e tëne. S'mundesh me ndo dikën që folë për diçka sakt. Kejtë folin që atë të lideri, pra s'ka thojnë ata me gjithë respektin për deputet,